Tani do të ndalemi te një figurë që ka lënë gjurmë të thella në politikën shqiptare, pra Fatos Nano. Nga roli i tij si kryeministër tek ndikimi në tranzicionin demokratik dhe debate që e kanë shoqëruar të njëjtin. Për të analizuar trashëgiminë politike në lidhje direkte do të kemi ish ministrin e financave Arben Malaj dhe gazetarin Armer Shkurti. Dy zëra me perspektiva të ndryshme, por me njohje të thellë të kohës dhe të kontekstin në të cilën Nano edhe ka vepruar. Zotri Malaj dhe Shkurti, mirë se vini në Kosova Live. Zotri Malaj, do të filloni me juve një koment përgjithshëm për ndarjen nga jeta të Fatos Nanos. Po më dëgjoni? Po, sepse Po, tani po ju dëgjojmë shumë mirë. Desha një koment përgjithshëm për raportit që keni pas me zotrin Nano dhe lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta. Sigurisht që ajo është një ditë e trishtueshme. Marrëdhëniet e mia me statusin e ministrit Financë dhe Ekonomisë me Nanon janë të hershme që në kohën që kam qenë student, pastaj në vitin 1992 unë kam konkuruar për kryetar Bashkisë së Vlorës dhe si thua kjo ishte shkalla më e lartë e bashkëpunimit me Partinë Socialiste. Pas asaj ndodhën ngjarjet e 97-s. Sigurisht burgosja Nanos ishte e rëndë për familjen dhe për kolegët. Jemi takuar vetëm një herë në burgun e Bënçës dhe ka qenë një bisedë miqësore, po me thelb ekonominë. Ajo që unë duhet të theksoj për Nano është shpejt, sepse jemi në kontradikt me kohën. Zakonisht analizat për trashëgimit politike, personalitetet politike duan dhe ftosinë e tyre. Por unë mendoj që Nano është nga udhëheqësit e pakët në Shqipëri, po pse jo edhe më gjë, që ka kontribute të theksuara, që fillojnë që nga momenti kur ai mori përsipër të qeveriste qeverinë në vitin 1991, por situata ishte shumë e agravuar, protesta, kudo, papunësi, varfëri, njerëzit kishin pritshmëri shumë të mëdha për demokracinë, por harronin rrënjët e dobta të kulturës shtetërformuese. Dhe Nano, si ekonomist, e kuptonte me çfarë do të përballej dhe hezitonte ta merrte hetimin e Partisë Socialiste, por e mori atë përgjegjësi dhe mendoj që një nga kolonat e trashëgimisë të tij është që Partia Socialiste nga Partia e Punës u ristrukturua, u riorientua dhe arriti të antarësoj deri në forumet ndërkombëtare të smajtës moderne. Elementi i dytë që unë mësova nga bashkëtesa me Nano për një kohë relativisht të gjatë, i bie 30 vite, ishte institucioni i dorëheqjes. Pra, në politikën shqiptare, po besoj dhe në atë të Kosovës, dorëheqja e një politikani nga një mandat kryeministri apo kryetar partie është element i vështirë, nuk është pjesë e kulturës tonë. Ai e kishte ndjenjë të brendshme. Dhe dorëheqjet e tij vinin për shkak të formimit të tij, ishte një erudit, ishte një liberal, kishte shpirt demokratik, dhe mbi të gjitha Nano e kuptonte qartë që vendi nuk mund të menaxhonte krizat e rënda qoftë në 91-shit qoftë në 97-s pa një paqe sociale. Dhe dorëheqjet e tij ishin si thua ai elementi lehtësues për mos aggravimin më tej të situatës politike në vend. Pra ishte i orientuar nga paqja sociale, sepse nuk mund të bëjë reforma ekonomike për të reduktuar papunësinë, për të reduktuar varfërinë, për të riorientuar të ardhmen europiane, nëse nuk angazhohesh sinqerisht për tensionim të situatës politike. Në filozofinë e tij si shtetar, Nano ndau publikisht vizionin, që ishte vizion jo slogan, që duhet të ndajmë pushtet për të bërë shtet. Dhe këtë filozofi e implementoi në mandatin e tij si kryeminist, po edhe në mandatin e tij si kryetari i Partisë Socialiste. Pra, u krijua një kulturë politike që fituesi nuk i merr të gjitha, po edhe opozita, proporcionalisht me votën që kanë dhënë votuesit e saj, duhet të ketë përfaqësim jo vetëm në parlament, dhe mundësisht proporcionalisht me votën popullore, por edhe në institucionet kushtetuese të vendit, ajo gëzonte të drejtën të propozonte përfaqësuesit e saj, të cilët nëse plotësonin kriteret jo thjesht formale, menin status të
bashkëqeverisje, sidomos në sistemin e drejtësisë, në Bankën e Shqipërisë, ku kishte në Këshillin Mbikëqyrës te pjesa e parlamentit, kishte akses edhe për të propozuar nga opozita, ose për herë të parë në kulturë, pa e detyruar ligji, nuk ishte shkruar në asnjë ligj, as tani nuk është, në anë frutikulturën që kontrolli i lartë i shtetit është më mirë ta ketë opozita, sepse është një oponencë më profesionale për një qeveri që të mos bëjë gabime ose të bëjë gjërat më mirë. Kështu që në këtë aspekt janë disa momente që unë kam mësuar dhe shpresoj shumë që trashëgimia e Nanos të shërbejë një model inspirues të këto kolonat kryesore dhe të mund të implementohet në sfidat që kemi përballë, qoftë Kosova, qoftë edhe Shqipëria, sepse rasti që Kosova po kalon një krizë politike të gjatë është e rëndë edhe për ne, sepse angazhimet që kemi pasur për Kosovën i kemi pasur angazhime vëllazërore. Po. Ju kuptoj plotësisht e shpjeguat edhe ju pak a shumë gjithë ato që ka kaluar edhe zotri Nano, sa i përket edhe politikës dhe kontributit të tij. Kemi edhe gazetarin, zotrin Armir, që do të na tregoj pak se si gazetar nga raportimet që keni bërë me vite, si do ta kujtojnë zotrin Fatos Nano në politikën shqiptare, si do ta kujtoni ju personalisht, themi më mirë. Faleminderit për ftesën. Në radhë parë ngushtoj familjen e tapërmit për humbjen e zotit Nano. Unë kam qenë gazetare që kam përcjell kronikën e arrestimit të Nanos, 30 korrik 93, dhe gazetare që kam përcjell më pas të gjitha kronikat e gjyqit nga shkalla e parë e meradhë. Kam pasur mundësinë të takoj edhe në burg për çështje pune si gazetar zotin Nano, dhe nga pikpamja njerëzore kam një lloj empatie me atë çka ka kaluar pasi fund fare pati pasojë personale. Pastaj për të folur për Nano si politikan, unë mendoj që është pjesë e tranzicionit, e pastullit tranzicionit politik shqiptar, një pjesë e rëndësishme e pastullit, dhe përgjegjësia e tij në këtë realitet shqiptar, mendoj që është një, si thua, do të ngjelet në histori fakti që heshti. Ky njeri në 2009 humbi pushtetin, u largua, për 4 vjet në mënyrë cinike vinte në parlament një herë 6 muaj vetëm për mos djegur mandatin, dhe nga ai moment nuk ka folur, nuk është prononcuar për asnjë lloj ngjarje në realitetin shqiptar. Ka qenë një turist në vendin e vet. Pse vendosi kështu? Keni një informacion pse vendosi që mos jep më asnjë koment për asgjë që ndodh sa i përket politikës në vendin e vet? Nano. Kjo është në dakor mua ta them, unë po them rezultatin, nuk jam i afër i Nanos dhe as mentorat të tij. Nga politika që ka bërë, nga mesazhet që ka jep, çfarë ka tentuar të bëjë që nga momenti që ai vendosi që mos prononcohet për asgjë sa i përket politikës? Atëherë ai u largua nga politika, unë nuk dua të them për një pazar, por dua të them që ja la Edi Ramës pushtetin. Ja la Partitë Socialiste dhe një pjesë e madhe socialistëve u ndjen të tradhtuar brenda partisë tyre. Fatos Nano, ndryshe nga shkruhet këto ditë emotive për të, nuk ka lënë trashëgimi. Nuk ka trashëgimi politike të Fatos Nanos të Partisë Socialiste, dhe jo thjesht për fajin e pasardhësit të tij, por edhe për fajin e vet zotit Nano. Dhe mbi të gjitha theksoj këtë çështje që për të paktën 16 vjet, se tek këtu do i fjalime bënë në parlamentin shqiptar, apo në ndonjë media, Fatos Nano ka një heshtje kriminale. Dhe po them, politikanët nuk maten a janë burra të mirë, a janë burra të këqij, maten me atë që kanë lënë për vendin e tyre. 8 vitet e qeverisjes së tij, ndoshta do të gjykojë historia, mbase kanë qenë të mira, mbase jo të mira, por janë pjesë e një tranzicioni. Në një thashë njëri taptuar shumë më të qërë, por ai është sa përgjegjës, sa që edhe hero për ata që duan i këtij realiteti. Zotri Malaj, pati një reagim, deshët të shtoni diçka? Me një pjesë të analizës që bën kolegu aty, përse Nano u tërhoq dhe ka shumë politikanë që kur të hiqen nuk mbeten më pjesë aktive e politikës, edhe për të krijuar hapësira më të pavarura për ata që kanë marrë përsipër përgjegjësinë e votës për ta qeverisur vendin, ose kanë marrë fuqinë e votës për të drejtuar partitë e mëdha. Por unë prapë theksoj që sigurisht drejtëhijet janë të çdo individ, aq më shumë të çdo politikan,
Por kur flasim për trashëgimi, flasim për gjëra thelbësore. Për shembull, koncepti i paqes sociale nuk është absurd, është real. Në cili moment është real? Në momentin kur duhet të zgjidhej presidenti i vendit. Në 2007 dhe Shqipëria në 2008 duhet futej në NATO. Dhe edhe pse ishte në garë, edhe pse kisha të ambicie, edhe pse su mbështet nga Partia Socialiste, të paktën fillimisht nga Partia Socialiste, ai ndjeu zhgënjimet e tija në politikë. Por ai nuk u tregua njëri i vogël që në momentin që pretendoi për zgjedhjen e presidentit të ri, thoshte unë nuk u zgjodha, ndjall dhe bel bën çfarë të duan me të tjerët. Dhe kriza do kishte vazhduar, sepse ashtu siç ndodhet edhe shpesh edhe në Kosovë, kur shkon nga një krizë politike në votime, hapësira për ndryshim votash është relativisht e vogël dhe ne do të binim prapë në një krizë. Pra, nuk do ta zgjidhnim zotin Topi, por do të binim në një krizë tjetër, do bëshin zgjedhje e përgjithshme, asnjë parti nuk do kishte 83 vota, se atëherë ishte me shumicë të cilësuar, dhe ne do shkojmë nga një krizë në tjetër, ku dhe mesazhet ishin që një vend në krizë të brendshme nuk do kishte hapësirat e nevojshme edhe për të çelur rrugën e integrimit evropian, që ne çelëm që në 2003 me marrëveshjen stabilizimit dhe asociimit, por dhe antasimin NATO-s që është investimi më i mirë geostrategjik që bën çdo vend aq më tepër vendet e Ballkanit. Dhe ky ishte një moment domethënës që rradhë politikane bëjnë kur hynë nëpër gara dhe mbeten tek anjoz deri në fund. Ose ne u ndodhëm në një moment krize të pushtetit vendor ku Partia Socialiste pas vitit 2005 kishte dyshime për ruajtjen e votës dhe u shpreh që nuk do të merrte pjesë në votime. Atëherë Nano ndërhyri edhe duke qenë jo më pjesë aktive, por me influencë mediatike, takoi liderin e opozitës dhe bëri presion që Partia Socialiste duhet futet në zgjedhje dhe jo të zgjas një krizë. Janë kontribute konkrete, nuk janë kontribute të vogla. Nëse ju më lejoni, unë do të flas pak edhe për marrëdhëniet me Kosovën. Ka diçka që dëshironi të veçani sa i përket marrëdhënieve me Kosovën? Nëse do flas kolegu gazetari patjetër, kemi akses edhe tek ai. Zoti Shkurti, po na dëgjon? Po. Patjetër. Sa i përket kësaj që tha, sa i përket kontributit dhe kësaj pjese, në anën tjetër ju... Po se nuk e di nëse po dëgjojmi. Përmendet edhe heshtjen, përmendet që nga koha kur ja dërzoj themi kështu gjitha çështjet politike, zotrit Rama, i njëjti vazhdoi të jetë i heshtur. Por ajo që u komentua shumë ishte edhe deklarimi, pra fjalimi që pati zotri Rama madje në fillim fjalimit tha që sa shumë të pas kanë dashur, e tha kështu në mënyrë ironike, sepse aty pati prezente edhe persona që ndoshta jo gjithmonë kanë pas raporte të mira me zotrin Nano. Nëse doni të referohemi në funeralit të tjeshëm, ajo është një shfaqje që zoti Rama i ka shumë dëshirë, bile është një mjeshtër i organizimit funeraleve dhe ka një lloj epshi për të mbajtur ai fjalim siç mbajti te Kadareja dhe dje ka qenë një lloj fjalimi i Mark Antonit mbi trupin e Jul Cezarit. Ka qef këto performanca zoti Rama. Dhe unë irritimi nuk e kam me të ndjerin që iku, ai jetoi jetën e vet, jetoi karrierën e vet politike. E ka me këtë trashëgimi që na la dhe gjithaj entourage, gjithaj establishment që ishte rreth zotit Rama, është ai nuk la trashëgimi politike, por është ajo që lindi për shkak mungesës së një trashëgimie politike që la Edi Rama. Ky Fatos Nano. Fatos Nano, faktikisht, të parët që e mallkuar ishin socialistët, sepse kanë quajtur tradhtar. Më pas, kam lexuar komentet të këtyre ditëve dhe unë nuk e imagjinoj që e mbanin mend më njerëzit. Po ndërkohë kam vënë re që në popullin shqiptar gëlon një antipati e madhe për Nano si politikan. Si politikan jo theksoj, jo si personazh. Do t'ju them një episod, se me që zoti Male e kam dëshmitar. Në dhjetor të vitit 97 unë kam bërë një emision televizionin shqiptar, ku ka qenë i ftuar edhe kryeministri Nano, të cilit i bëra një pyetje. Në fushatën për zgjedhje në vitin 97, premtuat se do të mblidhni dhe do të ktheni 100% paratë e fajdeve.
kur do ta bëni këtë gjë dhe përgjigjja e tij ishte kur. Pra në 100 ditë pasi kishte marrë qeveri, premtimin me të cilin mori zgjedhjet i tha kur. Dhe shqiptarët nuk i morën më kur para të zgjedhjeve. Në qoftë se ne do të rreshtojmë këtu të mirat dhe të këqijat, do ta duhen net të tëra. Unë flas në parim makro. Natyrisht është kjo teza, jo ishte liberal, kështu thonë edhe për Ramiz Alin. Edhe për Ramiz Alin, krahasim me Enver Hoxhën apo me Xheun në Shqipëri, thonë që ishte liberal. Ama ishte diktatori i fundit komunist. Ne në periudhën 85-90 kemi vuajtur për bukën e gojës në Shqipëri. Nuk e dia e tjetë Kosovë. Dhe për ati që quajnë liberali Ramiz Alia, natyrisht në sistemit i tillë. Ndërkohë që personazhi Fatosnani ka anët e veta të qeverisjes pozitive, ka anët negative për cilët le të gjykojnë ata që janë bashkëkohës, madje dhe analistët. Unë diskutoj për shfaqjen e djeshme që faleminderit që më pyetët. Shfaqja e djeshme ishte një hipokrizi. Ishte varrimi i një politikani që ka vdekur para 20 vjetëve. Është një politikan që ka vdekur 20 vjet më parë dhe dje nuk e varrosën për të bërë nder atij, po e varrosën për të bërë nder vetes dhe për të krijuar pikërisht një lloj standardi që tek ne po çfarë duash fut fare kur të vdesësh je i mirë. Pse thua ashtu zoti Shkurti? Pse thua një arsye më duam të dim pse mendon se ishte pikërisht kështu? Kështu në çfarë të thash me ta koncepte? Pse? Pse çfarë? Po them pse mendon se u tentua të bëjë ajo? Ndoshta janë dakor. Po. Dakor. Po, e kam shpjeguar në një shkrim timin, në një analizë timen. Fatosnano ka vdekur në politikisht. Bile ka vrarë veten politikisht për interesa që unë nuk e di, po personale të besoj, duke kaluar partinë Edi Ramës. Dhe nuk ka folur, ka heshtur. Dhe Partia Socialiste, nga një parti që me të drejtë zoti Mala e tha, ishte një parti që kishte brym debati, që kishte vendim alternativ, që kishte personalitete, sot është kthyer në një parti diktatoriale. Ka një kryetar dhe nuk ka asnjë lloj mendimi ndryshe. Dhe Fatosnano gjatë kësaj periudhe nuk ka folur, ka qenë i vdekur. Politikani Fatosnano, edhe një herë kujtoj, ju individi, të mos e gatroj. Dhe dje është bërë funerali këtij personi, i cili detyrën e tij për të mos folur e kreu në mënyrë përsosur, prandaj meritonte nderim. Fatosnano ka bërë politik me zhdukjen e tij. Kjo është. Prandaj një politika shqiptare e nderoj shumë, sepse ai detyrën e tij e bëri duke ikur. Zotri Malaj, keni një koment sa i përket këtij përshkrimi që po e bën edhe gazetari? Patjetër, aq më tepër që unë kam qenë përfaqësues i lëvizjes të mendimit ndryshe dhe respektoj gazetarin në këndvështrimin e tij, nuk e keq kuptoj, por i bazojmë atij ose asaj këshillës që, okej, po bjem dakord që s'jemi dakord. Nëse do flasim për profilin politik të Nanos, ai ka qenë i përhershëm. Nëse do flasim për mosktimin e parave të piramidave, është premtuar në sheshin e Flamurit dhe unë kam qenë deputet i vlorë dhe ministri financas. Dhe 2 minuta pasi kryeministri bëri atë premtim, mua më ka komunikuar BBC-a dhe unë e dija se isha negociatet me PMN dhe gjithë institucionet ndërkombëtare, që ata kishin një pikë të kuqe në menaxhim, një vizë të kuqe në menaxhimin e krizës së piramidave, që asnjë qindark nga paratë taksa paguesve shqiptar, që janë të pafajshëm për atë që ndodhi, të merren nga ata në sistemin e timit dhe të kompensoheshin viktimat e skemës piramidale. Dhe në qoftë se shikojmë në dinamikë se gjërat shtrehen në dinamikë dhe në kohë, ne fituam zgjedhjet prapë në 2001. Pra ai premtim nuk mbeti një gjë e hapur, zhgënjyese në votuesit shqiptar, por u kuptua më qartë edhe me gjithë punën që u bë, që ajo ishte një fatkeqësi dhe duhej menaxhuar, nuk mund të mbeteshim më në debatin a do t'i pagonim detyrimet. Ajo që u bë ishte që brenda një periudhe relativisht të shkurtër, në tetor të vitit 1997, u organizua bashkë me qeverinë shqiptare konferenca donatorëve, ku ne morëm $600 milion, e cilat ishin, si thuaç, ai ushqimi i dobishëm, i nevojshëm për të kthyer shpresën, po dhe për të kthyer rindërtimin e asaj ekonomie të prekur aq shumë. Vendi ishte gati në konflikt civil, kështu që ne do të shikojmë dhe kontekstin historik.
Dhe në këtë aspekt mendoj që jam plotësisht dakord me gazetari që koha do të çmimin dhe për qeveritë. Por unë mendoj që 1997-2005 ka qenë qeveria më produktive, sepse menaxhoi në kohën më shkurtër skemat e piramidale, filloi strukturimin e ekonomisë shqiptare. Ekonomia shqiptare në fund të viteve 90 ishte 50% ekonomi rurale, që ka produktivitet të vogël dhe probleme të mëdha. Ne filluar me njëherë reformën e sistemit financiar dhe bankar, dhe nëse deri në 97-ën bankat japin 5% të GDP-s për kredi, një nivel jashtëzakonisht i ulët dhe pengues, brenda 8 vjetësh u arrin që të futen bankat e huaja, që të krijojnë banka nga biznesi shqiptar dhe të krijojnë burime kredituese si për biznesin dhe për individin për të plotësuar ato, si thua, detyrimet thelbësore që ka çdo qeveri që është pjesa e solidaritetit dhe kohezionit social, e cilat vinë në mënyrë graduale, nuk vinë në mënyrë menjëhershme. Zotri Malaj, me që e përmendet vitin 1997 dhe më herët deshët të flisnit pak sa i përket edhe asaj që u bë në raport me Kosovën, dje filloi edhe një diskutim tjetër, fatkeqësisht nga ndarja nga jeta e zotrit Fatos Nano, pra në kohën kur ai kishte marrë pushtetin në Partinë Socialiste dhe ishte zgjedhur kryeministri i Shqipërisë, u takua me kriminalin Slobodan Milošević në një samit ndërkombëtar në Selanik në nëntor, në kohën kur gjendja në Kosovë... Jo në Selanik, në Kret. Po shkonte të tensionohej. Pra pati një diskutim të gjerë dje dhe sa i përket kësaj. Si e komentoni jo? Unë do të them shumë sinqerisht që në raport me kontributet që dhanë socialistët dhe ndërmjet kryeministrat tyre, ishte Nano, ishte Majko, pastaj erdhi Meta, për ne Kosova ka qenë një prioritet shpirtëror dhe duhet të bazohemi tek ajo që thosh Kadare, që Raky morte u pam. Sepse kishte shumë hezitim nga dy krahët e kufirit për në njohje me njëri tjetrin. Por ajo mbështetje jashtëzakonisht, jo vetëm qeveritare, po popullore, për të gjithë ata që erdhën nga Kosova, unë kam dalë me president Mejdanin në has për të pritur të parët që po vinin drejt kufirit shqiptar. Ajo që duhet të theksoj edhe për takimin do ta them që është bërë në Kret, ajo që duhet të theksoj është që ne kemi dhënë mbështetje dhe me risk të madh, sepse krijimi i UÇK-s fillimisht me diplomacinë serbe, po jo vetëm serbe, e konsideron UÇK-n si një organizatë terroriste dhe ishte një risk i madh që të bashkëpunohej, se nuk e di si del fati i luftës, se mund të mbështetësh një forcë që është krijimtare, po mund të mbështetësh një forcë që del e humbur dhe ti pasaj bësh pjesë e akuzave konkrete për mbështetjen që i ke dhënë. Kështu që kanë qenë vendimarrje jo të lehta. Dhe tjetra është këndvështrimi me faktorin ndërkombëtar. Nano mund të ketë nga të parët politikanë shqiptar që ka influencuar në faktorin ndërkombëtar që UÇK-ja të kishte vlerësimin si një forcë ushtarake e detyruar nga genocidi serb. Dhe këto takime janë bërë jashtë Shqipërisë. Dyta, Nano ka qenë, si thua, një mentor politik për leadershipin e ri. Me sa po kuptojnë, ka qenë disa takime, s'ka qenë veç një takim. Ja, nuk ka qenë vetëm një takim dhe nuk ka qenë ashtu. Për shembull, po të them diçka se tani për pak mirë gjërat ndodhen pozitivisht për Kosovën, fitoi liri dhe pavarësinë. Po kalimi i armëve nga kufi shqiptar ishte si thua burimi kryesor për armatosjen e UÇK-s. Dhe ne duhet të merrim vendime të vështira, bile edhe duke përqendruar të gjithë mbështetjen në pak individ në mënyrë që mos të krijoheshin pasoja negative. Për sa i përket bashkëpunimit ekonomik, për sa i përket Kretës, takimin në Kret, unë kam bërë një bisedë të drejtë për drejtë me kryeministrin Nano, sepse ishte gjithmonë ajo urrëtia e madhe, domethënë një element spontan përdorej që të krijonte gjithë të zezat e Nanos në raport me Kosovën, kur e vërteta është krejt ndryshe. Unë jam solidar me shpirt me udhëheqësit e UÇK-s që tashmë ndodhen në Hag, por ajo që më ka thënë mua është që në thelbin e bisedës me Miloševićin, i cili ishte një bankier amerikan që besuan se do të qeverisë në mënyrë demokratike ish Jugoslavinë, thelbi i bisedës ka qenë në konceptin si dy ekonomistë. Ekonomia serbe po bie dhe ti s'ke asnjë mundësi tjetër ta shpëtosh në këtë situatë që është. E vetmja gjë është që të afrosh zgjidhje dhe të koordinosh me ndërkombëtarët. Takimi nuk ka qenë sekret,
ndërkombëtarët e kanë ditur, e kanë inkurajuar dhe kjo është thelbi, aq sa di unë, dhe besoj të ditë vërtetën sepse e ka marrë në mënyrë të drejtë për drejtë nga ish kryeministri. Po. Këtë një informacione që keni ju, po, që ka pas bëj me bisedime ekonomike në atë kohë, Po, në bashkëpunimin ekonomik, marrëveshjet kryesore të bashkëpunimit midis dy qeverive, një kom, dy shtete, kanë filluar në mënyrën më intensive gjatë kohës që ne kemi qenë pushtet. Në vitin 2003, unë kam firmosur me mikun edhe me profesor Ali Jakupin, ish ministër ekonomisë, një njeri jashtëzakonshëm që unë e kujtoj me shumë pozitivitet për gjithë kohën që bashkëpunuam bashkë. Dhe shefi umnikut ka qenë Schneider, këshilltari i ish kancelarit gjerman, dhe arritëm që ta nënshkruanim marrëveshjen e parë, që është thelbësore. Pastaj marrëveshjen e dytë, unë kam qenë ministër financave në 2005 dhe kemi hequr tatimin e dyfisht dhe një marrëveshje për mbrojtjen e investimeve. Këto janë 3 shtyllat ku ngrihet çdo bashkëpunim ekonomik. Se pastaj ato ndahen sipas sektorëve, transporti më një anë, arsimi më jashtë, shëndetësia më një anë, kultura më një anë. Po këto të treja janë thelbësore. Dhe këto nuk mund të bëheshin pa një angazhim të drejtë për drejtë të kryeministit dhe pa mbështetjen e tij. Kështu që periudha në të cilën është bashkëpunuar 97-2005 ka qenë më thelbësore në këndvështrimin afatgjat, se sa çdo përpjekje tjetër pasaj për të krijuar port në Shëngjin apo dogan diku tjetër. Po, ndoshta pyetja e njëjtë shkon edhe për zotin Shkurti, pra pikërisht që lidhet me këtë diskutim që u hap prap. A ishte i mundshëm që të shmangej në atë kohë ai takim me Miloševićin, duke ditë historinë që ka ai person me Kosovën dhe në anën tjetër pse u quaj tradhtar në atë kohë dhe pse duhet patjetër që kjo të përmendej në një fjalim të zotit Rama, ku në një farë forme u mundua që të mbroj kontributin e tij patriotik që ka pas edhe në raport me Kosovën, mirë po e theksoi vet ai këtë takimin me Miloševićin. Si e pat jo? Duke referuar takimit, më lejon një herë që them, me që zoti Malaj ka qenë pjesë e qeverisë, nuk marr përsipër të them gjëra që mund të i tha, ose që nuk i tha zoti Malaj. Unë kam perspektivin politik në atë periudhë, që në Shqipëri pati një irritim të jashtëzakonshëm të faktit që ndodhi ky takim, e para, dhe e dyta, takimet maten me rezultat. Pra, nëse sot Donald Trump takon Putinin, jep një rezultat, nuk shkon e takon dhe pastaj flasim, bile kohët e fundit me qevit e ky shembull, Trump e anulloi takimin me Putinin se tha nëse s'kemi gjë konkret nuk kam pse harxoj kohën. Takimi i Nanos me Miloševićin nuk ishte një takim që prodhoi diçka, po themi për të mirën e Kosovës. Dhe kur them për të mirën e Kosovës, në atë kontekst, për ne prioritet ka qenë Kosova, jo marrëdhënia mes dy vendeve, ne dhe Serbia. Ndërkohë që për sa i përket përmendjes nga zoti Rama është mjeshtër për të realizuar qëllimet e veta. Zoti Rama ka mbi kurrizën e vet pothuaj të njëjtën dank si Nano me Miloševićin, me Ballkanin e hapur që bëri me Vučićin, ose që tentoi dhe për fatin e madh nuk e realizoi, duke anashkaluar Kosovën. E nderuar kolege, më lejo të them një që nga shpirti. Ne në preambullën e Konstitutës të vitit 88 kemi aspirat për bashkim kombëtar. Ne, shqiptarët e këtushëm, dhe ju atje, aspiratën e parë kemi bashkimin me njëri tjetrin. Kemi nevojë të hapim Ballkanin, ka nevojë të afrohemi me njëri tjetrin dhe me marrëveshje ekonomike, me lidhje ekonomike, pastaj me gjithçka tjetër. Sepse bëhemi pastaj 5 milion direkt në çast. Në qoftë marrëveshjet, takimet, bisedat, me palë të treta, që janë Serbia, Greqia, me cilët jemi detyruar të bashkëtojmë, nuk japin fryt në favor të kësaj gjëje, asnjë në Shqipëri nuk i shef me pozitivitet, jeni të sigurt, kushdo që tjetë nga politikanët shqiptarë. Zoti Rama, natyrisht për të marrë, ose për të hequr nga palta e vet, duke e kaluar tek ai që po e hidh në dy vartje, mbase e ka përdorur këtë artific. Por do t'ju them askush në Shqipëri. Kur them askush, në opinionin gjërë publik, se entorazhi sipas kësaj që thotë zoti Malaj, ja pas ka shpjeguar zoti Nat, ne
nuk e kemi parë me pozitivitet atë takim, aq më tepër që më pas vijuan masakrat në Kosovë, vazhdoi genocidi, ai eksod biblik i shqiptarëve që erdhën tek vëllezërit e tyre këtu, dhe takimi me Miloševićin nuk është se Shqipërisë, kur them Shqipërisë, të gjithë Shqipërisë, përfshi edhe Kosovën, nuk është se i shërbeu. Zoti Shkurti, me që e përmenet edhe Ballkanin e hapur, ta bëjmë një pyetje më konkrete, çka po bëhet sot në këtë aspekt? Sepse përmendet edhe për takimet e vazhdueshme që ka pas edhe raportet edhe zotri Rama me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Se me sa kuptova, dhat një mesazh që në një farë forme diçka e njëjtë po vazhdon edhe sot. Për fatin e madh, Ballkanin e hapur, si thua, geopolitika e ndërpreu dhe e kaloi tek procesi i Berlinit. Gjithsesi gjurmët janë të tmerrshme. Domethënë në Shqipëri nuk vjen djati sharrit, nuk vjen bulmeti i Kosovës. Shqipëri vjen dhe shitet bulmet serb. Vjen dhe shitet Shqipëri. Vjen dhe shitet produkte serbe. Ne, duke patur një gjuhë, duke qenë një kom, duke patur gjitha kultura dhe tradita. Dhe njëtin bulmet prodhojmë, dhe mund të vinë dhe bulmeti i Kosovës shitet Shqipëri, mollët e Shqipërisë vinë Kosovë ose qepët e Korçës, dhe neve të kishim krijuar një bashkim ekonomik siç u bashkua Gjermania me Francën, edhe pse ata ishin dy kombë të ndryshme. Ne jemi një kombë, nëse politika shqiptare do të kishte arritur të prodhonte një treg të përbashkët shqiptar. Treg të përbashkët shqiptar, do filluar Shqipëri-Kosovë si fillim. Nuk kemi nevojë për karta, vinë vetë pastaj kartat. Por neve jemi dy popull, një kom, i ndarë në dy popull, i ndarë me kufi, i ndarë me letra, i ndarë me gjithçka tjetër, dhe nga të dy anët kemi hemoragji të tmerrshme. Ne po shpopullohemi, plani të Prilovicit po funksionon këtej, po funksionon edhe te ky për fatin e tmerrshëm të keq. Një Shqipëri që doli nga komunizmi me 3.2 milion banorë, sot zyrtarisht është 2.4, pas 35 vjetësh, është 2.4 milion banorë, kupton çfarë hemoragji dhe ka ikur gjithë pjesa krijuese. Në ndërmarrjet tona shkon vetëm punëtorët huaj. E njëjta gjë ka ndodhur me Kosovën. Pra, në vend që punohej për tregun e përbashkët shqiptar, këtu punohen për një projekt Ballkanit të hapur, i cili u lan me strukturë dhe është më keq se sa po të ishte bërë. Ne vazhdojmë, mielli vjen nga Serbia, bulmeti vjen nga Serbia, ushqimet në total vijnë nga Serbia. Dhe ne kemi Kosovë këtu dhe nuk shkojmë me marrim si suvenir suçuk Kosove këtu. Po ju kuptoj. Kjo është fatkeqësisht realiteti, fotografia e Ballkanit të hapur. Si është një. Zotri Malaj, pak a shumë ju pash se po i pohanit këto që i tha edhe zotri Shkurti, pajtoni? Tani, t'jesh gazetare shumë e letë se t'jesh në një pozicion vështirë për qeverisur vendin tënd. Sepse konceptet që ka dhe modeli që tha Gjermani me Francë, dhe e fjalë për dy shtete të fuqishme, dhe patjetër në fjalimin e Churchillit, në 19 shtator, në 49 në Universitetin e Zuriut, ai tha që Europa do të eci vetëm kur të ketë bashkëpunim të drejtë për drejtë të sinqert midis Gjermanisë dhe Francës. Prandaj sa herë që Europa është në vështirësi, bëhet takim midis dy fuqive të mëdha dhe pastaj konturohen politikat e ardhshme. Unë besoj se është bërë goxha për bashkëpunimin midis dy vendeve, por ka disa parime mbi të cilat ai mund të jetë produktiv ose jo, se nuk mund bëhet me subvencionime, bëhet vetëm me konkurrencë. Dhe hapat e integrimit midis vendeve janë të qarta. Marrëveshja stabilizim asociimit, hapi parë, bashkimi doganor, hapi dytë, tregu unik evropian, hapi tretë, bashkimi ekonomik, hapi katër, dhe në fund bashkimi politik që Europa ka shumë vështirë të arrijë. Kështu që janë gjëra në dinamik të cilat duhen analizuar jo thjesht me atë dëshirën e mirë, se unë nuk besoj se nuk ka shqiptar që edhe kosovar që nuk ka dëshirën e mirë ta shoh vendin e tij më mirë. Por në momentet që mundësit krijohet baza ligjore, për shembull për Ballkanin e hapur unë kam folur edhe publikisht, sepse kam firmosur gjithë marrëveshjet tregtisë së lirë me vendet e Ballkanit dhe me Europën. Dhe në Ballkanin e hapur kishte një nxitim, nuk e di për çfarë arsye, sepse ne kemi ceftën, nëse ne duam të përmirësojmë zhvillimin ekonomik dhe bashkëpunimin me vendet tona, nuk duhet të shpikim her pas here projekte të tjera, sepse nëse një projekt si CEFTA po ecte mirë,
Ballkani hapur ishte më shumë një koncept politik se sa një koncept ekonomik. Dhe mbi vendosja e projekteve krijon vështirësi. A mund të kemi një bashkëpunim më të mirë? Po, dhe ka produkte nga Kosova që janë futur në tregun shqiptar sepse kanë qenë më konkurruese. Sa do të themi ne që duhet ta krijojmë tregun kombëtar, sa më parë nuk e bëjmë dot në mënyrë të sforcuar. Sigurisht që jam dakord me gazetarin që qeverit duhet bëjë maksimumin, jo thjesht të nënshkruajnë marrëveshje, po duhet të ketë një sistem monitorimi, një sistem raportimi. Dhe mbledhjet qeveritare të përbashkëta duhet bëjmë vetëm këtë update. Kemi ecur, kemi ngelur në vend, kemi bërë hap pas dhe duhet jenë të programuara. Edhe takimet midis parlamente. Pra, ne duhet fillojmë që të përfshijmë institucionet tona të përbashkëta në mirëqeverisjen e këtij territori ekonomik të një kombi me dy shtete. Patjetër ka shumë rëndësi edhe marrëdhënia midis politikanëve. Në historinë e Bashkimit Evropian, kur kancelari gjerman ishte një marrëdhënie të mirë personale me presidentin francez, gjërat ecin më shpejt. Dhe këtu ka një vend që marrëdhënia midis liderëve politik të Kosovës me shqiptarët dhe të shqiptarëve me Kosovën duhet të përmirësohen në thelb. Po, patjetër, kjo është këshilla që po jepet vazhdimisht dhe kërkesa e shumë personave. Zotri Malaj dhe zotri Shkurti, natyrisht që qëllimi ishte të flasim pak sa i përket vdekjes zotrit Nano, sa që ai ka lënë pas për periudhën e tranzicionit dhe të marrim pak mendime edhe nga bashkëpunëtorët, nga ju që keni pas mundësi që ta njihni nga afër, që dimë edhe çka ka lënë pas si trashëgimi, por natyrisht që janë të pashmangshme edhe këto diskutime tjera dhe debate tjera që hapen pas kohë përfshirë këto edhe raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Unë ju falenderoj shumë që gjetët kohë dhe ishit pjesë e këtij bashkëbisedimi sot. Faleminderit dhe urime. Ju përshëndesim shumë nga Kosova. Gjithë të mira.